Çmimet e karburanteve bien me 8% në nivelet më të ulta në 4 vjet mes frikës për luftën tregtare. Çmimet e naftës ranë ndjeshëm të premten duke arritur nivelet më të ulta që nga viti 2021, për shkak të shqetësimeve në rritje se lufta tregtare do të dëmtojë rënd ekonominë globale. Nafta amerikane ra me 8% duke arritur në $61.92 për fuqi në tregtinë e fundit. Kjo rënje vjen pas një tkurrje prej 6.6% të enjte shkaktuar nga shqetësimet për tarifat dhe një rritje e papritur të prodhimit nga OPEC+. Të premten çmimi i naftës bruto ra deri në $60.81 për fuqi, niveli më i ulët brenda ditës që nga prilli i vitit 2021. Nafta po shkon drejt ditës më të keqe që nga marsi i vitit 2022. Presidenti amerikan Donald Trump ka mbështetur çmimet më të ulta të energjisë si një mënyrë për të përballuar kostot e jetesës. Megjithatë, këtë javë çmimet e naftës po bien për një arsye shqetësuese, frika në rritje për një recesion. Tregtarët e naftës kanë frikë se lufta tregtare do të ngadalsojë rritjen ekonomike në atë të pikë sa të ndikojë negativisht në kërkesën për energji.